Sudani, vend në verilindje të Afrikës, ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka bërë me dije presidentja e vendit Vjosa Osmani. Përmes një postimi në rrjetin social X, Osmani bëri me dije se Kosova dhe Sudani janë pajtuar për të lidhur marrëdhënie diplomatike. Ky është fillimi i një partneriteti madhështor, me dije Osmani. Njohja nga Sudani është e dyta brenda javës për Kosovën, pasi një tjetër shtet afrikan e ka njohur. Kenya e njohur atë në fund të marsit. Në një video për kryeministrit të jashtëm të Sudanit, në forumin e diplomacisë në Antalya të Turqisë, Osmani tha se u njoftua nga ai për vendimin e presidentit të Sudanit për të njohur Kosovën dhe për të lidhur marrëdhënie mes dy vendeve. Gjithashtu, kryeministri në detyrë i Kosovës ka reaguar pas lajmit se shteti i Sudanit njeh pavarësinë e vendit, përmes një postimi në rrjetet sociale kur t'i shkruan se shteti i Kosovës ju shtua edhe një njohje e re popullit, një miqësi më shumë. E mirëpresim njohjen nga shteti i Sudanit, e cila vjen disa javë pas asaj nga Kenya, bën me dije Kurti. Njohja nga Kenya dhe Sudani vin pas një rënje të ritmit të njohjeve të Kosovës në vitet e fundit. Para tyre, shteti i fundit që e njohu ishte Izraeli në vitin 2021. Sudani është bërë tashmë shteti 119 që e njeh Kosovën, një vendim që pritet të zemërojë Serbinë, e cila e lufton vazhdimisht pavarësinë e vendit fqinj. Serbia e dënoi vendimin e Kenjas për të njohur Kosovën dhe tha se ai mund të ndikojë edhe në marrëdhëniet e Beogradit me shtetin afrikan. Sudani e njohu Kosovën rreth 3 javë më vonë. Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irland, parashikoi se Kosova duhet të synojë 10 deri në 12 njohje brenda këtij viti. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishte shprehur druajtjen e tij se njohja nga Kenya mund të nxiste një trend të njohjeve të shtetit të Kosovës. Sudani është duke u përballur me krizën më të madhe humanitare në botë, si pasojë e një lufte pothuajse 2 vjeçare. Ai është bërë vendi i vetëm afrikan që po përjeton uri ekstreme. Sipas Kombeve të Bashkuara, pothuajse 25 milion njerëz, gjysma e popullsisë së Sudanit, përballet nga uria ekstreme, ndërsa njerëzit po vdesin në zonat e goditura nga uria në Darfurin perëndimor sipas OKB-s. Konflikti në Sudan ka nisur në 15 prill 2023, kur tensionet e kamotshme midis udhëheqësve ushtarak dhe atyre paraushtarak shpërthyen në kryeqytetin Khartoum dhe u përhapën në rajone të tjera, përfshirë zonat e gjera të Darfurit perëndimor. Prej atëherë thuhet se të paktën 20.000 njerëz janë vrarë, gjithatë numri ka mundësi të jetë shumë më i lartë.